edhe ditën e dytë të punimeve Kuvendi i Kosovës pati rrjedhë të pazakonshme të panjohur deri më tash në historikun e ekzistimit të tij, i përshkruar në momente edhe me dramatitet. E gjithë puna edhe sot kishte të bënte në përcaktimin e rendit të ditës të vazhduar nga dita e djeshme. Që në nisje të punimeve kryesuesi Gjorgje Bozhović, duke qëndruar me kokëfortësi pranë propozimit të tij që amendamenti i gjatë një delegatëve për marrjen e vendimit për nxjerrjen kushtetutës së re të Kosovës vazhdoi që për shkaqe do të thoshim të pakuptueshme të mos e qetë për deklarim dhe kështu paralajmëroi se përcaktimi i rendit të ditës edhe më tej do të zhakitet që si duket atij dhe disa të tjerëve një gjë e tillë ju konvenonte. Kjo prandaj e shtyri delegatin Hilmi Muhaxheri që të dalë në foltore dhe të thotë se kjo, por edhe ndërprerja e mbledhjes së djeshme ishte skenar i Gjorgje Bozhovićit, e që po vazhdon edhe sot me qëllim të bllokimit të punës së këtij kuvendi me synim të zhveshjes dhe rrënimit përfundimtar të kuvendit dhe të autonomisë së Kosovës. Për të ilustruar këtë, një delegat tjetër tha se kjo që po ndodh në këtë mënyrë, me këtë mënyrë të udhëheqjes së mbledhjes, nuk ngjet në asnjë parlament tjetër në faqe të dhëut. Kurse i pakuptim dhe absurd ishte propozimi i Zhevrad Mirkovićit për dekorim të Gjorgje Bozhovićit, para se si po punon e në anën tjetër për dhënë vlerësim diskreditues për nënkryetarin e kuvendit Ilyas Ramajlin. Gjatë gjithë kohës, Gjorgje Bozhović me nervozitet të theksuar përpiqej që mbledhjen ta kanalizojë sipas tij, madje duke u thirrë shpesh edhe në rregullore të punës. Prandaj Skënder Skënderi tha se jo vetëm tash se shkilet rregullorja e punës, por pikërisht ky kuvend ka lejuar që të miratohen 11 ligje pa debat publik e në procedurë urgjente, kur në mënyrën më flagrante jo vetëm që u shel rregullorja e punës, por edhe të drejtat e shqiptarëve në fushën e arsimit dhe të kulturës për të cilat janë nxjerrë këto ligje. Në anën tjetër, delegatët serbe malazez vazhduan të mohojnë dhe të refuzojnë amendamentin e delegatëve për nisjen e nxjerrjes së kushtetutës së re të Kosovës, duke e quajtur tet papranueshëm dhe si tha Branislav Stolić, aksion të shpartallimit të Serbisë dhe të Jugosllavisë. Kjo e shtyri Kadrije Gashin që të thotë se përse ignorojnë kërkesat e delegatëve, të cilat njëherët janë edhe kërkesat të popullit. Edhe ne shqiptarë, tha kjo delegate, nuk do t'ja lëm askujt zgjidhjen dhe përcaktimet tona për fatin tonë dhe të Kosovës, sepse sa vendime, tha kjo delegate, u nxorën pa pëlqimin e shqiptarëve. Edhe më tej vazhdoi kontestimi dhe mohimi i propozimit për hartim të kushtetutës së re të Kosovës, madje nga disa delegatë serbe-malazez, të cilët theksonin se nuk din se ç'përmban ai, ndonë se shumica delegatëve arsetonin amendamentin. Sabit Berisha pastaj në emër të bazës së kuvendit komunal të Llogovcit kërkoi që të deklarohet kuvendi për këtë dhe theksoi se përse disa kërkesa propozime të popullit që kanë arritur në këtë kuvend ende mbahen në embargo. Kjo e shtyri Uzhdi Bakallin që edhe një herë të arsyetoi qëllimet dhe përmbajtjen e amendamenteve të delegatëve shqiptar për nisjen e hartimit të kushtetutës së re të Kosovës. Baza kushtetuese për nxjerrjen e kushtetutës së Kosovës gjendet në zgjedhjet e tanishme të kushtetutës së Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë. 2. Qëllimet e nxjerrjes së kushtetutës së re të Kosovës ndërlidhen me qëllimet themelore të reformës së sistemit kushtetues mbi bazë të kërkesave për zhvillimin dhe zgjerimin e demokracisë dhe të praktikës demokratike dhe të pluralizmit politik dhe të sistemit shumëpartijak, sikundër edhe përjetësimin e reformës ekonomike. Kërkesa këto që shtrohen në projekt amendamentet në kushtetutën e RSFS, në të cilat duhet të vënë në përputhje zgjidhjet në aktin kushtetuese të Republikës Socialiste të Serbisë dhe të Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës. 3. Detimet e nxjerrjes së kushtetutës së re të Kosovës konsistojnë në artikulimin e vullnetit dhe të kërkesave të popullit për një pozitë të re të Kosovës në Konfederatën Jugoslave si pjesë konstitutive e saj që konfirmohet edhe me pozitën e tashme të Krajinës Socialiste Autonome në kushtetutën në fuqi, njeni 2 e 4 i kushtetutës së RSFS dhe parimet themelore të saj. 4. Praktika. Në disa republika socialiste është dëmar nisma për nxjerrjen e kushtetutave si kërkesë e gjendjes së rëndë dhe krizës në të cilën ka rënë shoqëria. 5. Iniciativa për nxjerrjen e kushtetutës së re të Kosovës u shfaq shumë më herët dhe u arsyetua me vullnetin dhe kërkesat e popullit të shprehura në shumë tubime legale të punonjësve dhe të qytetarëve. 6. Obligohen Kryesia e Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës, Këshilli Ekzekutiv Krajnor dhe Komisioni për çështje kushtetuese i Kuvendit të Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës që të përgatitin projektin e kushtetutës më së largu deri me 5 korrekt. 7.
Përgatitja profesionale e për kushtetutës, me qëllim të përgatitjes sa më shpejt dhe në shkallë profesionale sipas nevojës të angazhohen edhe institucionet shkencore profesionale si Akademia Shkencave Arte e Kosovës dhe Fakulteti Juridik. Momçilo Trajković në përpjekjet për të mohuar këtë amendament nuk kursoi fjalë etiketimesh në adresë të delegatëve shqiptar se ky është skenar për krijim të shtetit të ri brenda Serbisë dhe tha se duhet pritur që të nxirret kushtetuta federative e ajo Serbisë. Në replikën e tij Muharrem Shabani tha se ne duam Jugosllavi të barabartë dhe nuk pranojmë kurrfar kërcënimesh dhe nuk do të japim pëlqim asnjëherë për atë që i thungohet autonomisë së Kosovës.